Zoti Beqiri, të kalojmë pak tek ish presidenti Ilir Meta, i cili është marrë zyrtarisht i pandehur dhe është njohur me 3 akuzat ndaj tij. Çfarë do të thotë tashmë ligjërisht marrja e tij zyrtarisht i pandehur, por edhe vetë 3 akuzat çfarë përbëjnë në vetvete? Ilir Meta edhe bashkëshortja e tij tashmë zyrtarisht janë të pandehur, janë të akuzuar dhe do të shkojë kërkesa për gjykim në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar me akuzën e korrupsionit pasiv, me akuzën e pastrimit të parave dhe me akuzën e mosdeklarimit të ardhurave. Janë 3 akuzat renda, edhe këto, sikurse u thash edhe më parë, pra dënimin maksimal e kanë deri në 15 vjet burg, edhe përjedhoi të dy, domethënë këta bashkëshort, ose të ndarë kështu në mënyrë fiktive, se reale nuk janë të ndarë, po e bën këta vetëm të shpëtojnë qartë mundin nga pasuritë që u kanë grabitur Shqipërisë dhe shqiptarëve, pra që të ndahet edhe kjo lloj, domethënë të mos i kërkohet njerit pasuria, edhe mase shpëton tek tjetri, dhe akuzat janë të provuara, katërcipërisht të provuara, si ajo e pastrimit të parave nëpërmjet lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe mosdeklarimit të ardhurave, sepse na u gjetën ato para që atje u quan, nuk justifikon dot partia e Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, nuk justifikojnë dot gjithë ato shpenzime mjekësore dhe estetike që kanë bërë, sepse është një shumë marramense. Vetëm në San Marino janë çuar 287.000 euro, çka do të thotë, domethënë, shifër e jashtëzakonshme, dhe ai nuk justifikon dot, na i ka marrë këto, sikurse nuk justifikon dot edhe shpenzimet marramense që ka bërë për 3 fëmijët e tij, të cilët kanë jetuar në luks të jashtëzakonshëm në qendrën e Londrës, në vendin më të pasur të Londrës, dhe ku kanë vazhduar studimet. Minimumi, domethënë, është 10 milion pound i ka shkuar vetëm për 3 fëmijët e tij. Na u muarën, ku është burimi i tyre? Sepse me një rrogë e cila në vit, domethënë nuk të vete më shumë se 40-50.000 euro, atëre na i nxorë ti këto, se rrogtar e shahir, rrogtar janë gjithë të tjerët. Përjedhoj, pra, e kam fjalën që kjo është ajo që ati do t'i thotë mirë se erdhe, si maja e icebergut, po pasaj Ilir Meta ka afera e të tjera shumë herë më të rënda. Ilir Meta nuk do t'i shpëtoj dot, edhe do të përgjigjet një për një për vjedhjen e Floridit Krabës, sikurse do përgjigjet një për një për shfrytëzimin që u ka bërë atyre mbi 70-80 guroreve me që nxjerrin dhe mermer, dhe që ka shkuar deri në Indi ai mermer, dhe që futen ato në xhepin e Ilir Metës dhe të Monika Kryemadhit, madje edhe me pasoja të rënda, sepse në këto gurore deri tani numri i vrarëve është 9. 9 janë vrarë, domethënë, për llogarit Ilir Metës edhe në aksidente të ndryshme atje në to. Për të mos folur pastaj për privatizimet e tjera, siç është Armua, siç është Alpetroli, siç është Banka Kombëtare, siç është Profarma, e tjera, që siç është hoteli 15 katësh këtu në Tiranë, e kam parasysh shqiptarët, sikurse është fabrika e birës e Tiranës, fabrika e birës e Korçës, të cilat janë dora korruptive dhe përfitimet më të mëdha i ka marrë Ilir Meta, sikurse është aeroporti i Rinasit, sepse Duçkollari e mori nga Gjermani dhe ja dha kinezit me një përfitim miliona euro, dhe që 80% atyre miliona eurove në këtë aferë korruptive i ka marrë edhe i ka ndarë me Ilir Metën. Kështu që Ilir Meta ka fundin, dhe familja e tij e kanë fundin e zi.
Ndërkohë nga ana e tij, Ilir Meta ka ngritur akuza kundrejt bashkëpunëtorëve të tij sa i përket çështjes së lobimit. Në këtë rast, apo kërkon të shpëtoj vet Ilir Meta duke adresuar akuza ndaj bashkëpunëtorëve të tij në ish Lëvizjen Socialiste për Integrim? Ilir Meta se kush është, edhe atë që kemi theksuar, po dikush e ka marrë si batut, por që nuk është realisht batut, që kur ka qenë, domethënë i vogël, ka qenë hajdut. Dhe kur vinte në Tirana për pushime atje në fshatin e tij, në Çepan, të tërë aty në fshat thoshin runin është se ka ardhur Iliri se ka dorë ky shejtan. Kështu që në këtë aspekt, domethënë, kemi të bëjmë me një njeri që ai gjatë gjithë kohës, që kur u zgjodh deputet edhe deri në që i provoi të gjitha postet në këtë vend, i mori derisa u bë dhe presidenti i Republikës dhe me aftësi të kufizuara, jashtëzakonisht kufizuara, sepse ka operuar vetëm me 60 fjalë. Le të analizojnë ata që janë specialistë, shikojnë fjalimet e tjera, 60 fjalë i vërtit sa në një vend në tjetrin, se këto janë aftësitë e tij. Dhe ai e tregoi veten tani edhe me zgjedhjen e avokatit. Mori një avokat, në thonjza se nuk është avokat, nuk është avokat as, domethënë është de jure, por nuk është de facto, se nuk mund të bësh dot avokat vetëm me 7 vjeçare, të 8-ën e le pa mbaruar, të mesme nuk bën, juridik nuk bën, ndron emër e mbiemër, vjedh një diplomë, ndron emër e mbiemër sepse është kolegu juaj, domethënë nuk është koleg, se po ti ish koleg nuk e bënja unë të gjë, nuk e thoshja kurrë, po vetëm se nuk e kam koleg. Është i pranishëm pranaj edhe. Ja kam thënë edhe në sy ball për ball, edhe përballë prap tjeta je aty edhe ti dëgjoj këto që i them unë. Është person me precedent penal në Itali, edhe ka hapur, domethënë atje dënimin e saj, po deshet ua dërgoj dhe vendimin e gjykatës italiane, pra ta kam fjalën, nuk e kam te ky, se ky domethënë ky s'ka faj. Fajin e ka. Diskutime kam fjalën. Pikërisht jam dakord me juve, por e kam fjalën, nuk e kam te ky hallin, e kam te Ilir Meta. Domethënë një president vendi, në vend që të merte, domethënë një kryetarin e dhomës kombëtare të avokatëve të Shqipërisë, është presidenti, edhe e rrit nivelin, e rrit pjacën e vet, nuk vete këtu, ai në një situatë të tillë do pjelli kundër vetes vetë rëndim të pozitës sikurse po bën. Se të thuash ti që bashkëpunëtor janë edhe të tjerët, e sekretari i përgjithshëm, ai ka hedhur firmën, po ka dhe persona të tjerë që kanë marrë pjesë, domethënë në atë lobim, edhe që kanë ndikuar e tjera me radhë, do të thotë që ta bësh më të madh lemshin kundër vetes tënde, sepse sa më i madh rrjeti i bashkëpunëtorëve, sa më shumë veta të implikohen në një krim, aq më të rënd ta bëhet pozita jote, se nuk është një lloj kur e kryen krimin vetëm, edhe ta komplikosh, edhe të korruptosh, edhe të futesh aty brenda edhe element, domethënë edhe njerëz të tjerë duke bërë veprë me rrezikshmëri jashtëzakonisht madhe. Sa më shumë persona të implikohen, aq më e madhe është rrezikshmëria shoqërore e veprës. Në këtë aspekt e kisha fjalën, domethënë që po e rëndon veten dhe faktikisht kjo është në demin e tij. Mirë po, kush do ta mësoj që ti thotë që mos e rëndo pozitën tënde me gjërat edhe me deklaratat të kësaj natyre. Sa rrezikon Ilir Meta në këtë rast me ngritjen e këtyre 3 akuzave? Po deri në 4 vjet e ka ajo mosdeklarimi të të ardhurave edhe fsheja e të ardhurave që ti ke. Korrupsioni vete deri në 12 vjet, korrupsioni pasiv që ke bërë, pastrimi i parave vete deri në, do të thënë në maksimum, varet nga shuma, deri në 15 vjet, kështu që do të thënë në total kur të vi problemi që do bashkohen të treja dënimet, Ilir Meta deri në 15 vjet burg i ka të garantuara, po kërkoj gjykim të shkurtuar mund t'i ulet, ndërsa Monika do kërkoj gjykim të shkurtuar edhe si grua e tjera mund ta ketë më të ulët.